Sipas dosjeve të prokurorisë së posaçme, në datat 10 dhe 12 qershor 2026 u lëshuan 20 masa sigurie, 15 prej tyre arrest në burg dhe 5 arrest në shtëpi për një rrjet që trafikonte kokainë nga Amerika Latine përmes porteve të Belgjikës, Spanjës dhe Holandës. 3 ditë më vonë erdhi goditja e dytë ndaj një organizati përgjegjëse për të paktën 50 ton kokainë drejt porteve të Holandës dhe Belgjikës, me 10 arreste dhe 491 pasuri nën sekuestro, me vlerë rreth 150 milion euro. Në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Himar dhe Sarandë, të dyja dosjet përshkruajnë të njëjtën mekanik. Të ardhurat nga kokaina vinin kesh për të shmangur bankat dhe kalonin përmes blerjes fiktive të kuotave të kapitalit dhe huave mes personave të lidhur dhe përfundonin në pasuri të paluajtshme, kryesisht në ndërtim dhe hoteleri. Tirana dhe Bregdeti i Jugut shfaqen në të dyja rastet si lavatriçe ku betoni e kthen paranë e pisët në pasuri të lishme, por mbi këtë sfond ngrihet një pyetje. Dajlan Avdia, shtetas gjerman i lindur më 1968 në Tiranë, ish pronari i Apex, kompanisë më të madhe të bixhozit në vend, pastruesi parave të mafjes kryeministrore, nuk është prekur nga asnjë dosje. Prapa investimeve miliona euro që Avdia ka bërë në kulla dhe resorte në Tiranë e Sarandë, qëndrojnë financime të pista me burim drogën dhe pastrimin e parave përmes mafjes qeveritare, biznesin e së cilës e kryen me struktura ndërkufitare në Austri, Holandë, Çeki, Gjermani, Londër dhe Dubai. Në librin Albanian Files, Avdia ka një rol të rëndësishëm, sepse atij janë dhënë projekte gjigante, libër të cilin po e heton edhe SPAK, por me gjasa Dajlan Avdia nuk do të hetohet kurrë për shkak të lidhjeve të tij me drejtësinë dhe me rrethin e ngushtë të vëllait të kryeministrit. Blue Holding është krijuar më 1 maj 2015 në pronësi dhe administrim 100% të Avdis. Më 1 qershor 2018, pak muaj pasi bixhozi u nxori jashtë ligjit, Avdia ja shiti 16% të aksioneve të Apex Al, kompanisë austriake Apex Enterprise GmbH për rreth 500.000 euro. Pas shitjes së aksioneve të bixhozit, Avdia u zhvendoste ndërtimi përmes Techno Alb ShPK, Invest Society ShPK dhe TDT & Partners ShPK, me ortak vëllain Glendi Abdi, Gledi Avdia dhe Natasha Mata, për të cilët do të flasim në vijim. Në Linz të Austrisë, Avdia zotëron Complitex GmbH me kapital 35.001 euro në të njëjtin jurisdiksion me blersin e aksioneve të bixhozit. Lejet erdhën të dendura në zonat më të lakmuara të Tiranës. Kullat e ish bllokut në nëntor 2017 përmes Invest Society, Book Building pranë Sahatit në shkurt 2018 përmes Techno Alb, kulla mbrapa presidencës në qershor 2018, kulla 47 katëshe Embassy Tower përballë ambasadës amerikane më 4 qershor 2025, gjoba 650.000 euro për 1800 metra katror tokë pa leje në Book Building u shfuqizua nga gjykata administrative e apelit më 22 maj 2025, duke e legalizuar sipërfaqen. Por projekti më ambicioz i Avdis nuk është në Tiranë. Në korrik 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi lejen për resortin e Lëkursit në Sarandë, 680.000 metër katror tokë poshtë kalasë së Lëkursit, me mira vila dhe hotele, 5 yje me 140 dhoma. Ndërtuesi TDT & Partners e Avdis, projekti u pajis me status investim strategjik me vendim të KKT-s numër 23 datë 9/7/2024. Në nëntor 2024, KKT-u miratoi edhe lejen për kompleksin turistik në Gjirin e Krorzës, zhvilluesi Invest Society e Avdis. Projekti u hartua nga studioja arkitekturore Luca Dini në Firenze, e cila e përshkruan si Krorës Master Plan. Kush e mbron Dajlan Avdia? Lidhje të forta ka Dajlan Avdia edhe në hetuesinë e drejtësisë së posaçme, përmes familjarit të tij EA, oficeri BKH-s. Ky oficer, pjesë e strukturave që supozohet të hetojnë krimin e organizuar dhe pastrimin e parave, i siguron Avdis një mbrojtje të padukshme brenda mekanizmave të drejtësisë. Avdia lëviz rehat në rrethin e ngushtë të vëllait të kryeministrit, një lidhje që ka hapur dyert të gjitha projekteve strategjike. Këto dy mbështetje, njëra brenda drejtësisë dhe tjetra në zemër të pushtetit, e bëjnë të paprekshëm. Për këtë arsye, edhe pse libri Albanian Files po hetohet nga SPAK dhe përmend rolin e tij në projekte gjigante, Dajlan Avdia me gjasa nuk do të hetohet kurrë. Tirana sot. Rrugëve sheh njerëz me bluza ku shkruhet I meet you at the protest, shihemi në protest, një ftesë për pjesëmarrje, por edhe shenjë një zakoni të ri urban. Takimi është lënë në orën 19, saponistë të bjerë pa mbytëse e ditës. Protestuesit vërshojnë ngadalë drejt godinës së kryeministrisë dhe qëndrojnë aty deri vonë në mbrëmje. Ka nga ata që vinë me të gjithë familjen, të tjerë që kanë lënë takime miqt, e disa që nisen vetëm, të sigurt se aty do gjejnë dikë të njohur. Skena e protestës është thjesht një drejtkëndësh betoni i rrethuar me karrige. Kushdo që dëshiron të flasë, ngjitet në një shkallë të lëkundshme dhe merr mikrofonin. Policia qëndron larg sheshit, duke mbajtur një qëndrim mos e diskret. Deri më tani, qeveria nuk po vë bas tek shtypja e dhunshme.
por te konsumi. Shpreson që njerëzit të lodhen dhe të shpërndahen vetë. Kjo revolt, e pakzuar si lëvizja e flamingove, shpërtheu krejt papritur, pasi është gjithmonë e pamundur të parashikosh se cila do t'jetë pika që do të mbush gotën. Në Shqipëri ky shpërthim erdhi pas dhunës policore ndaj aktivistëve që kundërshtonin nisjen e punimeve në zonën e mbrojtur të Nartës, pranë ishullit të Sazanit. Atje, në dritën jeshile të qeverisë së Edi Ramës dhe në shpërfillje të plotë të rregullave mjedisore, ka nisur projekti për ndërtimin e një resorti luksoz. Pas tij qëndron një kompani e kontrolluar nga Jared Kushner, dhëndri Donald Trump dhe një figurë kyçe në diplomacinë e biznesit dhe të raporteve personale të ish-presidentit amerikan. Nuk është rastësi që mes kandidatëve për të hyrë në të ashtu quajturin Bordi i Paqes, Shqipëria është pozicionuar në radhë të parë. Edi Rama mban pushtetin që nga viti 2013, duke u ofruar shqiptarëve një pakt të heshtur, zhvillim ekonomik dhe integrim europian në këmbim të lirisë së plotë në menaxhimin e shtetit. Mirëpo ky zhvillim u mbështet pothuajse tërësisht mbi spekulimet imobiliare dhe turizmin e luksit, duke pasuruar të njëjtët njerëz. Kushdo që e ka vizituar Tiranën 10 vjet më parë, sot do të gjente një qytet të panjohshëm. Rrokaqejt kanë bjerë kudo dhe qendra ka marrë pamjen e një metropoli dinamik perëndimor. Rama nuk është kryeministër, por menaxher i një lavanderie, thot duke qeshur një djaloshin mbështjell me flamurin kuqezi, duke bërë me shenjë nga kullat e reja të Tiranës. Dyshohet se parat që po ngren pallatet dhe resortet në Bregdet janë kapitale të krimit të organizuar që ka nevojë për pastrim, të fshehura pas firmave të studiove prestigjioze të arkitekturës europiane dhe në syrin vigjilent të oligarkisë qeverisëse, e cila garanton me shpejtësi leje ndërtimi dhe shpronësime. Sapo bie mbrëmja, sheshin dizet nga turma. Një band frymore luan një version shqiptar të këngës Bella Ciao, ndërsa një vargan me flamingo prej gome çan përmes turmës. Rama në burg, Berisha në burg, është një nga koret më të zhurmshme e më të përsëritura. Pra këtu problemi shkon për te resortit të Kushner, diçka është thyer thellë në shoqërinë shqiptare dhe vështirë se mund të ngjitet më. Ajo që kërkojnë protestuesit është përmbyllja e plotë e tranzicionit nga regjimi socialist drejt një demokracie të vërtet. Ata kërkojnë dorëheqjen e Ramës, por e thon troç se nuk duan as rivalin e tij të përjetshëm, 82 vjeçarin Sali Berisha. Dëgjojnë edhe thirrje si iku komunizmi, sepse rotacioni i pushtetit mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike shihet si një garë mes pasardhësve dhe bijve të bllokut të vjetër komunist. Kjo oligarki e vjetër sot është ricikluar në një elitë të re që di të lëviz me mjeshtëri mes flukseve globale të parave të likshme dhe të palikshme, e gatshme të përulet para çdo sponsori ndërkombëtar. Grumbullimi përpara kryeministrisë zhvendoset në marrshim. Duan të na thyen me lodhje, por ne nuk lodhemi, thon ata. A do t'jap dorëheqjen Rama? Disa ngren supet, disa shpresojnë e të tjerë janë të bindur se ai thjesht do të vazhdojë ta injorojë lëvizjen. Por çfarë vjen më pas? Njëherë për një herë le të fitojmë betejën e sotme, është përgjigja më e zakonshme. Lëvizja ka hartuar tashmë një dokument ku kërkohet një qeveri tranzitore 12 mujore që ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme. Kjo qeveri teknike do të ketë për detyrë të ndryshojë kushtetutën për ta kaluar më pas në referendum popullor, të kufizojë pushtetin e kryeministrit, të reformojë ligjin për financimin e partive dhe kodin zgjedhor, si dhe të shfuqizojë të gjitha ato ligje speciale përmes të cilave, siç thon ata, qeveria po e shet Shqipërinë tek ofertuesi më i lartë. Në pak ditë është e vështirë të përcaktosh sakt profilet e të gjithë pjesëmarrësve. Ajo që është e sigurt është se ky shpërthim erdhi fal një rjeti aktivistësh të rinj të guximshëm, të cilët rezultuan shumë më pak të izoluar nga shoqëria se sa mendonin edhe vet. Vitet e fundit këta të rinj janë kalitur duke kundërshtuar shpronësimet e zonave të mbrojtura natyrore për resorte luksoze, duke luftuar ndekun e madh të pabarazive në Tiranë, ku strehimi është kthyer në një krizë serioze, si dhe duke protestuar kundër protokollit për emigrantët të nënshkruar mes Italisë dhe Shqipërisë. Janë të njëjtët aktivistë që përpara se të ngrinin zërin kundër Ramos, udhëhoqën marshimet në solidaritet me Palestinën. Zanafilla e tyre politike daton në vitin 2019, gjatë protestave studentore kundër reformës në arsim. Shumë prej tyre studiuan jashtë vendit dhe tani janë kthyer për të luftuar për më shumë të drejta në shtëpi. Ata janë bërthama më e politizuar në një shesh që gjithsesi flet me shumë gjuhë dhe që nuk mund të zhndërrohet brenda natës në një parti politike apo listë zgjedhore. Kjo frymëre ndihet edhe jashtë sheshit të protestës. Nuk mund të rrish në pushtet gjithë jetën. Unë nuk e di se çfarë vjen pas ti, por mjaft më me Ramën. Duhet vënë një kufi për mandatet, thot pronari një restoranti elegant në Tiranë, ndërsa pret faturën, duke konfirmuar se është plotësisht në krah të lëvizjes. Protestat sapo mbyll lokalin shkoj edhe unë, përgjigjet ai. Partitë e vogla opozitare marrin pjesë në mobilizim, por qëndrojnë një hap pas, pasi lëvizja është pozicionuar qartë kundër korrupsionit të gjithë sistemit politik tradicional. Albania is not for sale. Shqipëria nuk është në shitje, është pankarta e tyre që bëri xhiron e botës. Aty gjen hapësirë partia e re e së majtës, Lëvizja Bashk,
Aktivistët e secilës shpresojnë që ky vrull të thyejë monopolin e vjetër të përfaqësimit, por në shesh ka edhe grupime të qendrës së djathtë që refuzojnë të arreshtohen pas Berishës. Oreshën 23 dhe baret e Tiranës janë plot e përplot. Nga dritaret dhe tavolinat e jashtme shpërthejnë duar trokitje të gjata drejt marshuesve të zhurmshëm, të cilët u akthejnë përshëndetjen. Nga kreu i marshimit shpërndahen karton të gjelbër që tunden në ajër si të ishin kartmonedha. A i doni edhe këto? Është pyetja retorike që protestuesit u drejtojnë rokaqejve dhe zyrave të qeverisë, ku dikush nga lart i vështroni shqetësuar. Gjatë 13 viteve në pushtet, Edi Rama ka mohuar përgjegjësinë dhe përfshirjen në çdo aferë korruptive, vjedhje të fondeve, pasurive, PPP e leje ndërtimi, megjithse i ka afirmosur vet. A dhe për librin me 523 kulla e resorte, Edi Rama mohoi autorsinë. Madje tha se nuk është përfshirë në asnjë nga ato projekte, përveç se ka bërë parathënien me kërkesën e arkitektëve. Duke e ditur që Edi Rama nuk pranon asgjë, edhe kur kapet me presh në dorë, po i bëjmë 15 pyetje lidhur me mohimin e autorsisë dhe përfshirjen në librin e kullave e resorteve që do të ndërtohen në Shqipëri nga mafia e pushtetit, politikës, betonit e drogës. Pyetjet për kryeministrin. 1. Kush i solli në Shqipëri arkitektët e huaj dhe i angazhoi për këtë libër me projekte ndërtimesh? Pikërisht ata që kanë projektuar kullat dhe resortet deri tani dhe ju i rehatoni në vilat qeveritare? 2. Kush u dha arkitektëve të huaj të dhënat gjeografike, arkivore e kadastrale me detaje për tokat, trojet, parqet e plazhet ku do të bëhen investimet? 3. A keni firmosur ju si kryeministër, si kryetari i Këshillit Kombëtar dhe kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike miratimin e hartës së plan zhvillimit të zonave me këto projekte? 4. Kush u dha arkitektëve të huaj lejen shtetërore për të projektuar planin e zhvillimit urbanistik të vendit dhe në zonat përkatëse? 5. A mund të besohet që ju si kryeministër, sidomos një si ju, Edi Rama, që bëni dhe dekorimet e çerdheve dhe bujtinave në fshatra, të mos jeni i përfshirë në këto projekte ndërtimore me vlerë miliarda euro në zonat më të preferuara? 6. Përse mohoni që nuk jeni autor i librit madje as i përfshirë, kur 113 nga 523 projektet e kullave, hoteleve e resorteve janë ndërtuar dhe janë në proces ndërtimi? 7. Përse mohoni që nuk jeni autor i librit të betonizimit të Shqipërisë kur projektet janë miratuar nga qeveria në programin e shpallur prej jush para 6 muaj Shqipëria e re turistike? 8. A është rastësi që libri The Albanian Files me 523 projekte kullash, komplekse vilash, pallatesh e resortesh është hartuar një vit pas ndryshimit të ligjit për zonat e mbrojtura? 9. Pse mohoni përfshirjen tuaj në këtë libër betonizimi kur 287 projekte janë përcaktuar në zonat e mbrojtura, të cilat ju personalisht i keni hequr nga lista e mbrojtjes? 10. Si e mohoni përfshirje në vazhdimin e betonizimit të Tiranës dhe vijës bregdetare kur projektet janë me emra konkret, jo rastësisht oligarke trafikantë lidhur me ju si kryeministër? 11. A jeni interesuar si kryeministër se ku do t'i gjeni investitorët miliona euro për ndërtimin e kullave dhe resorteve kur shumë prej kompanive kanë kapital nga 1.000 deri në 100.000 euro? 12. A mund të mos jeni i përfshirë ju zoti kryeministër në këtë libër betonizimi nga mafia e pushtetit, ndërtimit e drogës, kur nuk është rastësi që shumë prej projekteve janë në zonat kadastrale dhe tokat bregdetare që qeveria dhe bashkitë si Durrësi, Vlora, Saranda, Fieri, Shijaku, Kavaja, Lushnja, Shkodra e të tjerë i kanë përcaktuar në listat e paketës së maleve? 13. Si mund të thoni zoti kryeministër që nuk keni lidhje kur projektet në atë libër janë pranuar e regjistruar për miratim në Agjencinë e Zhvillimit të Territorit? 14. Kur ju nuk keni lidhje me atë libër projektesh për kulla dhe resorte, përse i bët parathënien vlerësuese, prezantuese që është qëndrim egzaltues për to si projekte të qeverisë? 15. Kur ju nuk keni lidhje me atë libër projektesh, përse e shpërndat në panaire ndërkombëtare turizmi jashtë Shqipërisë? Pse ja dhuruat shefave të Bashkimit Evropian me autograf, sikur jeni autori, dhe pse pas zbulimit dolët e mbrojtët siç keni mbrojtur të gjitha aferat tuaja?